Në Istog janë përuruar investimet për eficiencë të energjisë në qerë dhe ngëzimi ynë dhe në një ndërtesë shumë banesore sociale, projekte që sipas institucioneve synojnë përmirësimin e kushteve për fëmijët, familjet dhe stafin, si dhe uljen e konsumit të energjisë. Ky projekt është ngjashëm me projektin e kaluar, një projekt në vlerë rreth 200.000 euro, përmes së cilit është bërë izolimi i qetës dhe të gjitha masat e eficiencës që kanë qenë të nevojshme. Përmes investimit në masat e eficiencës së energjisë, është arritur një kursim deri në 90%. Janë bërë kushte shumë të mira për fëmijë, për mësimdhënës, edhe për punëtorët të cilët janë këtu. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Hubert Per, tha se projekti në Istog është pjesë e paketës më të gjerë të Bashkimit Evropian për eficiencë të energjisë në Kosovë. Bashkia Evropiane përmes paketës së saj për eficiencë të energjisë deri më tani ka ofruar mbështetje deri në 75 milion euro. 5 million euros in grants to the benefit of Kosovo citizens. Sipas Bashkimit Evropian, deri më tani rreth 20 milion euro janë investuar në projekte të eficiencës së energjisë në Kosovë, nga të cilat kanë përfituar mbi 45.000 qytetarë. Ndërkaq sipas fondit për eficiencë të energjisë, investimet në banesa sociale kanë sjellë kursim të energjisë deri në 80% dhe reduktim të gazeve serë.